dhe I keni bërë thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ditën e djeshme Partia Demokratike që mos të certifikojë rezultatin final në bazë të qarqeve, gjë e cila nuk është marrë parasysh. Keni ju një thirrje tjetër për KQZ-n, por në veçanërisht për Ilirian Celibashin që është krye komisioner? Urdhëroni, pyetja e dytë. Keni një thirrje për KQZ-n, por veçanërisht për Ilirian Celibashin që qëndrimi ynë është I prerë. Asnjë rezultat nuk mund të nxirret mbi falsifikimin monstruoz që u bë në këto zgjedhje. Unë do paraqes ju dokumenta flagrante për etapën e të fundit të turpshme të votës në diasporë, e cila s'mund të përfshihet kurrë, s'mund të konsiderohet kurrë, e cila është në shkelje të çdo ligji, çdo rregulli, çdo kontrate. Por nuk po ndalem këtu sot. Prandaj edhe ne nuk marrim pjesë në atë proces. Ky është I proces I kontrolluar totalisht nga Edi Rama. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve nëse do I përmbajë ligjit, s'do ulej kurrë të nxirrte rezultatin. Sepse do thoshte procesi ishte fars dhe vetëm fars. Kur ju bëni thirrje qytetarëve që të ngrihen për mbrojtjen e votës së lirë, siç deklaroni ju, paralajmëroni zhvillimin e protestave pas përfundimit të procesit denoncimit nga ana juaj? Partia Opozita Shqiptare do të angazhohet me të gjithë potencialet e saj në 2 fronte. Së pari, do punojmë dhe po punojmë intensivisht me komunitetin ndërkombëtar. Por, do të theksoj këtu, dhe ju lutem, referojni dokumentave zyrtare, këto janë zgjedhjet e para, të cilat u dënuan para se të mbahen në 4 rezoluta ndërkombëtare, të cilat, cilido që I lexon, faktojnë me prova se Shqipëria do ketë farsë elektorale dhe jo zgjedhje. Pra, ne nuk erdhëm në këto zgjedhje me dorë në xhepa. Jo, ne bëm një punë shumë serioze dhe ja dolem të bindnim botën, qendrën e djathtë në mbar botën, se narkodiktatori I Tiranës nuk zhvillon zgjedhje, por zhvillon fars. Nuk e firmosin kurrë ata në paradhënie një klasifikim një përcaktim të tillë. Por dokumentat që paraqisim ne ishin të pakundërshtueshme. Ndaj dhe ne, tani, farsa u mbajt. Tani ne vazhdojmë përsëri dialogun intensiv, shumë plansh, me të gjitha forcat politike, mike dhe si motra, me të gjitha institucionet ndërkombëtare, me të gjitha vendet partnere. Nuk ka shans Edi Rama të shes farsën për zgjedhje.